Tallet i shoku i gjestit me të, shuplaka i Jozit vetëm të kthjellë, kundërshtohet nga vipat e ndryshëm në rrjetet sociale, i dali në përkrahje i gjestit. Pas sulmit të ndodhur në gjysmëfinalen e Big Brother VIP ku Jozi goditi gjestin gjatë prajmit, nuk kanë munguar dhe reagimet nga Alberati, ish miku i këngëtarit. Alberati, që javë më parë bëri bujë në emisionin prive me deklaratat e tij të forta kundër gjestit, këtë herë ka hedhur ironi si mënyrë reagimi. Përmes një story në Instagram, ai ka postuar një imazh ku shkruan: "Kafja e mëngjesit si shuplaka e Jozit, veç të kthjellë." Ky koment duket se është shoqëruar me emoji të qeshura e duket si një aprovim i heshtur ndaj veprimit të Jozit, ndonse ironika i ka ndezur menjëherë rrjetin, teksa fansat e gjestit nuk e kanë mirëpritur mirë. Nga ana tjetër, personazhe nga më të njohur publik i kanë dalur në mbrojtje e gjestit, teksa ishte Dafina e para e cila shkruajti: "Ki ec përpara ke tregu veten si je, të gjithë janë dashuruar në këto ngjyra të vërteta, sot kërkush s'ka më rëndësi sa pare ke, sa bukur je, sa famë ke, nëse si vërtet i sinqert i pastër, dikush tjetër ka më shkëlqyer më shumë e ti ke shkëlqyer aq shumë sa s'kan mujt me duru, s'kan mujt me të kontrollu inatin e prapti aty. Qëndroj i fort", ka shkruar Dafina, teksa edhe Leonora Jakupi ka reaguar ashpër ndaj Jozit, teksa shkruan: "Jam shokuar dhe tronditur, burg për dhunuesit, as emrin s'duhet ja përmend, gjesti jemi me ty", ka shkruar ajo në mbështetje të gjestit. Edhe Ylli Limani ka qenë në të njëjtën linjë, teksa shkruan: "Rrugën drejt sukseseve të mëdha nuk mundet me ta nal kërkush dhe kurrë, me ty gjest", e shoqëruar me një zemër të kuqe. E një reagim ka ardhur edhe nga Mimoza Mustafa, këngëtarja e njohur, që shkrua në rrjetin e saj Instagram: "Kaf, surratin mos ta pafsha kurrë", ndërkaq që edhe Adelina Ismaili ka reaguar për këtë rast duke shkruar: "E njoh mirë dhunën, persekutimin, diskreditimin nga xhelozia e lakmia, gjesti ti je fituesi i zemrave tona." Ndërkaq Goldi G shkruan Jozit: "Ti nuk e përfaqëson Shqipërinë, Shqipëria ka burra, po aty për fat të keq kanë fut greke shkije e gjaku i tyre me gjak shqiptari bie desh", ka shkruar ai. Ndërkaq sa për ta mbyllur, edhe Noizi nuk ka mbetur pa e mbështetur gjestin, i cili ka shpërndar postimin e familjes së gjestit duke i shkruar: "Mbaj kokën lart djalosh", ka përfunduar ai.